Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Për recetën e këtyre pitullave, si bazë do ta përdorim jogurtin. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt jogurtin, mund që ta zëvendësoni me kos. Në total do të përdorim 400 ml, por ju lutem bëni kujdes që mos ta përdorni asnjëherë jogurtin direkt nga frigoriferi. Tani tek jogurti vazhdojmë dhe shtojmë një vezë plot. Për 400 ml unë shtoj vetëm një vezë. Vazhdojmë i përzijem tani të veza të përzihet dhe të lidhet me kosin para se ta shtojmë mielin. Vazhdojmë që gradualisht tani ta shtojmë mielin. Shtojmë njëherë vetëm pak miell, sa të vazhdojmë që t'i shtojmë produktet e tjera. Në këto pitulla mua më pëlqen që të shtoj edhe plur për pjekje, një lugë çaji, pra një lugë të vogël, një lugë të vogël çajit me soda bikarbona. Vazhdojmë shtojmë edhe një lugë të vogël me kryp. Dhe tani me dorë, duke përzier, duke ngjeshur derisa të formojmë një brum të mirë dhe të lëmuar. Brumi duhet të jetë mesatarisht i butë, nuk duhet që ta forcojmë shumë, por as ta lëmë shumë të butë. Miell shtojmë sipas nevojës, aq sa ka nevojë të merr brumi miell, aq miell do të shtojmë, por dikon për afërsisht 700 gram miell do të na duhen për ta formuar brumin. Marrim edhe pjesët anësore të brumit dhe ngjeshim mirë. Vazhdojmë shtojmë miell edhe pak. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë për disa minuta, derisa është formuar një brum i mirë, i lëmuar dhe mesatarisht i butë. Edhe pse në këto pitulla nuk kemi shtuar maja buke, është mirë gjithmonë që të lejoni që brumi të pushojë më së paku 15 minuta, sepse brumi duke pushuar e lëshon proteinën, e atëherë na fryen dhe na bëhen edhe më të mira pitullat ose llokumat. Tani presim dikon 15 minuta. Tani që ka pushuar brumi për dikon 15 minuta, e marrim në tavolinën e punës, shtrojmë pak miell dhe me ndihmën e një ftalluses vazhdojmë që ta qilim. Mos e bëni të trash, bëni pak më të hollë, por bëni kujdes mos ta bëni edhe shumë të hollë, sepse nuk do t'ju fryhen pastaj pitullat. Dhe tani vazhdojmë që t'i prejmë dhe t'u japim formën. Mund t'i jepni formën që ju dëshironi, por unë sot do ta bëj formën standarde të llokumave. Gjithmonë i lagni pitullat sipër me lugë me vaj. Kjo është sekreti që ato do të fryhen dhe do të bëhen si të lumbace, por zjarin do ta mbani në mesatare, mos i ngutni asnjëherë. Mos harroni t'i lagni me vaj, po e vrini kur po e hedh vajin, si po fryhet pitulla. Ja tani do testojmë këtë tjetra. Dhe të dashur miq, pitullat i kemi gati. Gjithçka që kam bërë tani është që të vazhdojmë dhe t'i shijojmë për një mëngjes me familjen. Dhe si gjithmonë, do ta bëjmë demonstrimin e recetës nga afër. Mund ta drini se sa të buta që kanë mbetur këto pitulla. Dhe nga brenda na kanë dalë të zbrasta.